Kohët e fundit, një nga shqetësimet kryesore mbetet mungesa e fuqisë punëtore, si për bizneset ashtu edhe për fermat shqiptare. Ndër profesionet që po psojnë braktisje është ai i çobanit, me shumë prej tyre që janë larguar drejt vendeve fqinje, Kosovës dhe Greqisë, ku pagat janë më të larta. Në një mëngjes të freskët pranveror në bjeshkët shqiptare, puna dhe zëri i çobanit nuk dëgjohen më si dikur. Tingulli i fyllit tashmë përshkon kullotat alpine të Dragashit në jug të Kosovës, ku shumë çoban shqiptar janë punësuar përtej kufirit. Banorët që jetojnë në zonat kufitare me këto dy shtete fqinje po emigrojnë gjithnjë më shumë, të joshur nga pagesat më të mira. Profesioni i çobanit po zbehet në Shqipëri, ndërsa po vazhdon të trashëgohet në Kosovë dhe Greqi, ku jeta e çobanëve zhvillohet mes baktive dhe tingujve të fyllit, si dikur në viset shqiptare. Fermat të mëdha të blegtorisë në Shqipëri shprehin shqetësimin për largimin e të rinjve nga fshati dhe mungesën e punëtorëve në këtë profesion. Shumë prej drejtuesve të fermave janë detyruar të marrin vetë rolin e çobanit, pasi të rinjt dhe kërkuesit e punës duke preferojnë më këtë zanat të trashëguar brez pas brezi. Zona veriore dhe verilindore e vendit ka një potencial të jashtëzakonshëm për blegtori, por numri i krerëve të bagëtive po bie nga viti në vit. Pagat për çobanët në qytetet si Kuksi, Korça, Skrapari, Leskoviku, Tepelena dhe Gjirokastra variojnë nga 500 deri në 600 euro në muaj, ndërkohë në Kosovë arrin deri në 800 dhe në Greqi deri në 1000 euro në muaj.